Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë ka publikuar tekstin e plotë të deklaratës së përbashkët të nënshkruar nga Shqipëria, Kroacia dhe Kosova më 18 mars. Deklarata në fjalë fillon me përmendjen e marrëdhënieve të forta dhe të qëndrueshme mes 3 shteteve, të bazuara në vlerat e përbashkëta, orientimin strategjik dhe angazhim reciprok drejt sigurisë dhe bashkëpunimit rajonal. Tutje shtohet se riktheksohet synimi për forcim të bashkëpunimit të sigurisë dhe mbrojtjes për të rritur sigurinë dhe stabilitetin në Europën juglindore dhe në rajonin Adriatiko-Jonian. Ndër të tjera thuhet edhe ofrimi mbështetjes së plotë për integrimin euroatlantik, duke mbështetur perspektivat euroatlantike të Kosovës, duke ofruar mbështetje për statusin e saj në partneritetin për paqe të NATO-s. Deklarata në fjalë nuk krijon asnjë detyrim ligjor ndërkombëtar ose ndërqeveritar ndërmjet shteteve, as nuk ndikon në detyrimet ekzistuese me shtetet e tjera. Kjo deklaratë u nënshkrua nga ministri i mbrojtjes Eyüp Maqetonci, homologu i tij nga Shqipëria dhe ai nga Kroacia, Piro Vengu dhe Ivan Anushić. Në vijim deklarata e plotë në gjuhën shqipe. Deklarata e përbashkët pas takimit ndërmjet ministrit të mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë dhe zëvendës kryeministrit dhe ministrit të mbrojtjes së Republikës së Kroacisë dhe ministrit të mbrojtjes së Republikës së Kosovës, mbajtur në Tiranë më 18 mars 2025, duke njohur marrëdhëniet e forta dhe të qëndrueshme ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Kroacisë dhe Republikës së Kosovës, të bazuara në vlerat e përbashkëta, orientimet strategjike dhe angazhimet reciproke drejt sigurisë dhe bashkëpunimit rajonal, duke riafirmuar synimin ton për të forcuar bashkëpunimin trepalësh të sigurisë dhe mbrojtjes, për të rritur sigurinë dhe stabilitetin në Europën juglindore dhe në rajonin Adriatiko-Jonian, duke theksuar rëndësinë e përpjekjeve të përbashkëta për t'u përgjigjur sfidave të reja të sigurisë, kërcënimeve hibride dhe rreziksheve të tjera që mund të dëmtojnë stabilitetin rajonal, europian dhe ndërkombëtar. Marrja e veprimeve të menjëhershme për zhvillimin e kapaciteteve mbrojtëse, duke pranuar ambicjet që rrjedhin nga koncepti strategjik i NATO-s dhe busulla strategjike e Bashkimit Evropian, të konceptuara për të rritur aftësinë tonë për të mbrojtur territoret dhe njerëzit tanë, si dhe për të kontribuar për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Avancimi i hapave të përbashkëta për të rritur bashkëpunimin dhe prodhimin industrial të mbrojtjes në përputhje me zotimin e NATO-s për zgjerimin industrial dhe planin e Bashkimit Evropian për riarmatosjen e Europës. Ne jemi të vendosur për të siguruar që të jemi të pozicionuar mirë për të bërë ballë kërcënimeve aktuale dhe në zhvillim, si dhe për të arritur objektivat tona të mbrojtjes dhe sigurisë. Ne, Ministri i Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë, zëvendës kryeministri dhe Ministri i Mbrojtjes së Republikës së Kroacisë, si dhe Ministri i Mbrojtjes së Republikës së Kosovës, deklarojmë angazhimin tonë si më poshtë. Së pari, promovimi i kapaciteteve mbrojtëse dhe bashkëpunimi për industrinë përkatëse, duke eksploruar zhvillimin dhe blerjen e kapaciteteve mbrojtëse nëpërmjet zgjidhjeve të bashkëpunimit shumëkombësh për të arritur gatishmërinë e forcave tona ushtarake, identifikuar hapësirat për bashkëpunim industrial të mbrojtjes, duke nxitur aksesin në burime dhe zinxhir furnizimi për të krijuar një industri konkurruese dhe të qëndrueshme të mbrojtjes, rritur përpjekjet për të investuar në teknologji dhe inovacione të reja, për të përshpejtuar dhe siguruar një qasje të unifikuar ndaj transformimit të sigurisë dhe mbrojtjes. Së dyti, rritje e ndërveprueshmërisë nëpërmjet edukimit, trajnimeve dhe stërvitjeve, duke ndarë ekspertizën dhe praktikat më të mira në rekrutim, zhvillim dhe mbajtjen e personelit të kualifikuar, duke përfshirë shkëmbimin e koncepteve të forcave rezerviste për të rritur kapacitetet tona parandaluese dhe mbrojtëse, rritur mundësinë e edukimit dhe trajnimin individual dhe kolektiv përmes akademive dhe kolegjeve ushtarake përkatëse, me qëllim që të ketë kuptueshmëri më të mirë nga ana strategjike dhe e kërcënimeve dhe sfidave të përbashkëta, forcuar stërvitje dypalëse dhe ose trepalëse për të përmirësuar ndërveprueshmërinë në përputhje me politikat e NATO-s dhe BE-s për trajnimet dhe stërvitjen për të siguruar që forcat të jenë të përgatitura në mënyrë adekuate. Së treti, kundërpërgjigja ndaj kërcënimeve hibride dhe rritja e qëndrueshmërisë, duke forcuar hapat e përbashkëta për t'u kundërpërgjigjur kërcënimeve hibride, duke përfshirë kërcënimet hibride, ato kibernetike, fushatat e dezinformimit si dhe ndikimet dashakeqëse të huaja që mund të kompromentojnë ose të ndikojnë në sigurinë kombëtare dhe rajonale, shkëmbyer informacione dhe shërbime të inteligjencës për ndërgjegjësimin dhe koordinimin strategjik dhe operacional të situatës ndërmjet institucioneve të mbrojtjes
për të parandaluar, zbuluar dhe reaguar në mënyrë efektive kundër sfidave që hasin vendet tona përkatëse, eksploruar opsione të reagimit që adresojnë një gamë të gjërë kërcënimesh të mundshme për infrastrukturën tonë kritike dhe rritjen e komunikimit dhe që mbështesin kohezionin dhe ndihmën e ndërsjellët. 4. Ofrimi i mbështetjes së plotë për integrimin euroatlantik, duke parafruar politikat dhe pozicionet me institucionet dhe strukturat shumëpalëse euroatlantike për sigurinë dhe mbrojtjen për të çuar përpara interesat dhe objektivat tona kombëtare dhe të përbashkëta rajonale, treguar angazhim për bashkëpunim dhe koordinim më të ngushtë për integrimin e plotë të Kosovës në iniciativat rajonale për sigurinë mbrojtëse, mbështetur perspektivat euroatlantike të Kosovës duke ofruar mbështetje për statusin e saj në partneritet për paqe të NATO-s. Kjo deklaratë e përbashkët është bërë në frymën e miqësisë, solidaritetit dhe besimit të ndërsjellët. Ajo pasqyron vizionet e përbashkëta strategjike të Republikës së Shqipërisë, Republikës së Kroacisë dhe Republikës së Kosovës. Ajo nuk krijon asnjë detyrim të ri ligjor ndërkombëtar ose ndërshje veritar ndërmjet shteteve, as nuk ndikon në detyrimet ekzistuese me shtetet e tjera. Në shkruar në Tiranë në 18 mars 2025.